vdekshmin, Azem Hajdari. Nuk janë normal politikanët që përgjigjen pushtetit. 14 shtatori është një ngjarje e cila nuk ka ardhur thjesht pse u vra. Ai donte ta shmangte. Ishte një përgjegjësi shumë e madhe dhe unë e votova më vonë. Këta vrasës kanë të një emër konkret. Kanë emrin e përbashkët, emrin e zi, Të nderuar qytetarë të Tiranës, banesa e fundit e Azemit do të jetë në varrezat e kombinatit. Më 14 shtator 1998, në përfundim të ceremonisë mortore të organizuar nga Partia Demokratike në nder të të ndjerit Azem Hajdari, Ridvan Bode, një nga eksponentët e kësaj partie, e drejtoi kortezhin për në varrezat e Sharrës, por fjalës së tij nuk ju bind askush. Arkivoli me trupin e Azem Hajdarit mori rrugën drejt kryeministrisë. Ceremonia mortore eskaloi në sulm të dhunshëm dhe të armatosur ndaj institucioneve kryesore të shtetit. Kryeministri socialist Fatos Nano, i akuzuar nga opozita si urdhërues i vrasjes së deputetit Azem Hajdari, u largua nga kryeministria përpara pushtimit të saj, duke udhëtuar drejt vendit fqinj, ish Maqedonisë. Iku nga Shqipëria. Ju e dini, mund të ketë pasur dhëna që ta vrisnin. Mund të jemi edhe këtu. Se ata drejt kryeministrisë shkuan, ti e di. Nëse Fatos Nana do ishte aty, ngarkesa e madhe që kishin protestuesit mund të shkonte deri në eliminim fizik të atij, po edhe të bashkëpunëtorëve të tij të ministrave. Kështu që e quaj veprim të mençur dhe të zgjuar, dhe nuk jam dakord me ato njerëz që thon veprimet e Nanos treguan mungesë leadershipi politik dhe qendrës. Iku në Maqedoni, kishte në Shqipëri i trembur. Ato e kanë trembur njerëzit rrotullti, ata që i kishin bërë detyrë për ta mbrojtur. Dhe unë kuptoj që ata e kanë bërë për t'i dalë para çdo përgjegjësie që mund të kishin, nëse do psonte. Gjithçka që vlonte, do të shpërthente pas vrasjes më 12 shtator 1998 të deputetit demokrat Azem Hajdari. 14 shtatori ishte pika më e ulët, apo ngjarja më negative që u shënua si pasojë e politikës shqiptare të kësaj periudhe të historisë. Ngjarjet e 14 shtatorit, për mendimin tim, është pika më e ulët e gjatë këtyre viteve të demokracisë, pas ngjarjeve të 97-s, por ku jena në një situatë tjetër, ku një qeveri, si pasojë e këtyre veprimeve, detyrohet të defaktorizohet, si pasojë e dhunës ndaj institucioneve shtetërore, bëhet inekzistente një qeveri legjitime. Ceremonia mortore e deputetit Azem Hajdari nisi mëngjesin e datës 14 shtator. Edhe pse drejtuesit e Partisë Demokratike lajmëruan vijimin e ceremonisë në varrezat e Sharrës, grumbulli i militantëve të Partisë Demokratike bashkë me 2 nga arkivolët ju drejtua bulevardit Dëshmorët e Kombit. Deputet dhe ish ministrat të Partisë Demokratike, por edhe drejtues të partive aleate, u shfaqen në mes të grumbullit të njerëzve. Por gjatë sulmit, grupet e armatosura pushtuan disa nga institucionet e shtetit. Kryeministria u sulmua rreth orës 12. Pothuaj të gjithë protestuesit e armatosur qëllonin pa pasur një objektiv të qartë.
për pak kohë, brenda një ore, kanë rezultuar të plagosurit e parë, ku 2 ndër to unë i kam prekur me duar, që ka qenë Kujtim Andria dhe Artrit Arbana. Njëri i operuar në mënyrë urgjent, duke humbur veshkën dhe shpretkën, ndërsa tjetri duke humbur një njeri në sy. I bëj thirrje të gjithë popullit shqiptar të ruaj institucionet. Duke ndjekur zhvillimet, ministri i rendit Periklit Teta gjykon të fusë në lojë artilerinë e rëndë, por pa marrë asnjë rezultat. Protestuesit rrëmbyen 3 nga tanket, duke i përdorur si kopertur për veprimet e tyre. Rreth orës 13, 200 protestues, duke vënë në krye një nga tanket e rrëmbyer, pushtojnë televizionin shtetëror. Ndërkohë, kryetari i Partisë Lëvizja e Legalitetit, Ekrem Spahia, doli në ekran duke deklaruar se demokracia ishte rivendosur. Ku i kërkuam ndërheqjet menjëhershme deri në orën 12 të datës sotme. I rishfaqur aty rreth orës 15, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha nuk ndryshon asnjë presje në qëndrimet e tij. Kërkoj nga kryeministri Fatos Nano edhe një herë të tregojnë momentin e fundit vendosmërinë për të mos thelluar me tej krizën, të jap dorëheqjen dhe të jap mundësi forcave politike për një qeveri teknike. Nuk mund të bëhet Shqipëria shtet i dhunës, i djegjeve dhe i plaçkitjeve. Analizat nga perëndimi janë shumë të qarta, veprimet e sotme janë cilësuara si përpjekje për gru shteti dhe si gru shteti. Orët e fundit, mbas gjithë asaj 4 ure që ndodhi, u sulmuan edhe prona private. Por me gjithë faktin që policia me zhurmë dhe fenelina ndezur, duke i sikur e ndryshoi situatën në Tiranë, televizionin shtetëror mbeti i pushtuar. Vetëm aty rreth orës 18, krejt papritur, militantët e armatosur të opozitës u larguan si me komand nga televizioni. Sa duket, ambasadat e Shteteve të Bashkuara dhe disa vendeve europiane, sidomos ajo italiane, kishin bërë punën e tyre. Zbardhë telefonata. Ndërhyrja që bëri Washingtoni na shpëtoi. Se të gjithë nuk e kuptuan mënyrën se si iku Saliu. Mba mend si ikën ata? Ë? Kjo është kjo telefonata. Pas tërheqjes së njerëzve të armatosur, i pari që mbërrin në televizionin shtetëror do të ishte gazetari Aleksandr Frangaj. Ju flas këtu në studio qendrore e Radio Televizionit Shqiptar, si antar i Këshillit Drejtues të këtij Radio Televizioni, në këto momente kur kjo godinë e rëndësishme e medias e komunikimit në Shqipëri tashmë është e lirë dhe dalja ime këtu është për të bërë thirrje gjithë punonjësve të këtij Radio Televizioni, të gjithë gazetarëve dhe teknikëve që të paraqiten në detyrë, të paraqiten për të vazhduar transmetimet normale, sepse çdo gjë tashmë në televizion po normalizohet. Më pas në televizion bërin ministri i rendit Periklit Teta. Në rrugën e shkues në mbrëmje, edicioni qendror të lajmeve për ditën e sotme do ta fillojmë me ngjarjet më të rëndësishme të ditës, të cilat precipituan me një shpejtësi të madhe. Për pak orë, për fat keq, banda rrugaçësh, po dhe njerëz të mirë, njerëz të uritur, pasi perspektivë, ju vërsulën këtij institucioni për të ulur flamurin e shtetit shqiptar. Ju deklaroj, si kristian dhe si musliman, jam pastruar sot dhe jam larë dhe jam ndëruar për të vdekur për këtë shtet në përmendon. Ne kemi patur sot më tepër se kur solidaritetin, mbështetjen e të gjithë komunitetit ndërkombëtar. Uroj që të gjithë shqiptarët të mendojnë thellë në këtë ditë dhe të jetë kjo dita e fillimit të një Shqipërie normale. Asnjë lloj zgjedhje politike e cila do të përfshijë terroristin Sali Berisha nuk do të ketë jetë gjatë.
Koha do të tregonte se ngjarjet nuk kishin tronditur vetëm shqiptarët. Ato kishin shqetësuar edhe diplomacinë amerikane dhe atë europiane. Perëndimorët të kërkuan që Fatosi të dorëheqen dhe t'ja linte një njeriu tjetër në. Me qenë se me këtë që ndodhe e i tregoj që nuk e meriton të atë bëndë. O mërzit shumë, me gjatën bas një javë. Ajo edhe dorëheqen për erdhi si kryeministër Pandali Majko. Kryeministri Fatos Nano u kthye në Tiranë të nesërmen, më 15 shtator 1998. En réalité, pas seulement en potentiel. Pak ditë më pas, duke u vendosur në linjën e qetësimit të gjakrave, kryeministri Fatos Nano deklaron dorëheqjen. Ndryshe kërkesa e perëndimorëve, edhe ndryshe e pushtetit tonë këtu, i cili është me optik të kufizuar. Sot për sot, ose nesër për nesër. Por fundimisht, mund të thuhet se 14 shtatori 1998, falë ndërhyrjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Europianëve, nuk triumfoi një grusht shteti. Por fatkeqësisht, kjo ngjarje shërbeu për të hedhur themele të thella të kulturës së mosndëshkimit të të gjithë atyre që i shërbejnë politikës, qoftë me Kalashnikov në duar, me granata apo me antitank. Kjo është sjellja e Saliut në politikë. Unë diskutoj.